Kush është më i sinqerti nga politikanët? Hajde, Nuk besoj se ka politikan. Jo, lutem një emër. Nuk besoj se ka politikan të sinqer. Ma i miri prej të këqive, cili është? Ja, unë kisha pas qef me ditë. Po. Nuk e di, asu nuk e di. Nuk besoj se ka politikan të sinqer. Që i sinceriteti është i gudzem shumë të edhe i gudzem. Liran, s'po shoh këtu sinceritet, se kur kush po përgjigjet. Po pra? Këtu, bravo. Politikani ma i mirë mendoj unë është Gjosa Asmani. Okej. Është e sinqert, si pas teja. Okej, në regull. Për ty? A ka ndonjë emër? Jo, për mu nuk do t'jenë... Nuk gudzon me jap, në shkëllëzene. O e tabel qitja. Sinqert ata. Ata kanë obligim. Kryeministri, presidentja, ata nuk do t'jenë sinqert me poplin. Ata do t'mi kryu obligimet e veta, edhe ata janë punëtor tonë. Kryeministri për mu nuk është najfarë vlerë e madhe, një Albinin personalisht, ketja japin dorën qështu, unë japin qështu dorën, edhe sa ajo është argati jemi. Ajo punon për mu. Se du të me thonë ajo sinqert. Ajo do të migra punës me punu edhe ditën e mirë. Po sa je i sinqert pastaj me punën që ti e premton. Sepse nuk... E ka obligim, nuk ka sinqeritet. E ka obligim. Po pra ndaj duhet... Nuk duhet mu zgjedh asë një politikan pa pas si veti sinceritetin. Ja, politikë zvynë sinceritetin. Të kërkoj folje, por unë me ndaj kështu. Okej, pra ndaj... Unë kam dëgju një thënje se kur kam dek një politikane, është pak humor, e kanë thonë të në vare, e kanë shkrua aty në atë plakën, këtu është i vetëmi njeri u e të sinqer dhe politikan gjithashtu, se dhe me thonë, është shumë vështirë me qenë politikan. Aj nuk pas ka punu po edhe sinqert. Me gjithate një politikant të cilën e vlerësoj shumë besoj edhe është një farë gërshetimi. Ibrahim Rogova, të cilën e kemi pas gjithë idol, gjithë shqiptaria, e besoj që ja vlen të përmendet. Ka qeni sinqert, po. Me qënë se po përmendim këtu njerëz, në showbiz, kush është sinqert Albin? Si pas te, kush duket? Kemi shumë personazhe që kanë bet njëjtë, ndoshta jo prej ditës kur e kanë njës karierën, po gjatë rrugtimet. Bile nëse nuk e ka bëju e këshit pas të fundme, Monika Salium, duke që është një prej këngëtarëve që boni fam, akoma riksej në Big Brother, po prodhon këngë, po nuk është shumë e sinqertë, dhe veç me pi kafe me to, ajo ta bën ditën shumë të mire, lërë më me i dëgju këngët e saj. Po ka edhe personazhe tjera, ka edhe këto këngëtare cilat janë tashmë në mosh, që i qëndrojnë besnike zhanrit të tyre, se dhe kjo mundet me qenë pak qëndrueshmëria në karrierë. Po, jo, merët si dopsi. Mu personalisht, sinceriteti tepër të qenurit e drejt për drejt në për intervista, ka shkaktu ndoshta që shumë deklarata me unëzirë prej kontekstit, edhe me u bo tabel qitje, ku në sakt nuk jonë hy branda dhe me dëgju. Edhe pa tjetër gazetarët jonë ajo gjithmonë hajde, ki në gënjeshtër sët, që shpo e nisim ditën me gënjeshtrat gazetarët.